Një tension mes dy fuqive amerikano-meksikane po rritet në kufirin jugor të SBA-s. Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum tha një jo të prerë ndaj ofertës së Donald Trump për ndërhyrje ushtarake kundër karteleve të drogës në Meksik. Ajo theksoi se Meksika vepron në territorin e saj dhe se SBA mund të ndihmojnë vetëm me informacion, jo me sulme të drejtpërdrejta. Trump nga ana tjetër kishte deklaruar ditë më parë se ishte i gatshëm të bënte gjithçka për të ndaluar drogën që hyn në SBA, duke shprehur pakënaqësi me veprimet e Meksikës. Tensioni u rrit kur një grup amerikanësh vendosi tabela pranë plazhit Playa Bagdad, duke shpallur një zonë të kufizuar nga Pentagoni, pikërisht në rrugderdhen e Rio Grande. Ministria e Meksikës reagoi menjëherë duke hequr tabelar dhe duke përfshirë komisionin dy kombëtar të kufive për të zgjidhur situatën. Incidenti shkaktoi trazira dhe pasqyroi se çdo hap i papritur mund të tensionojë marrëdhënie dypalshe, ndërsa diplomatët punojnë për të shmangur një krizë.